të dashur mërgjimtar, dëshiroj të ndaj me ju disa informacione që janë të rëndësishme për sa i përket fillimit të procesit të votimit përmes postës. Nesër me datën 12 dhjetor, fatkeqësisht nuk do të jetë e mundur që të filloj procesi i votimit përmes postës, por ajo që aktualisht është duke ndodhur në KXZ është që ky institucion ka arritur që t'i kontraktoj 2 kompani, njërën për shtypjen e fletë votimeve, ku përfshihen edhe fletë votimet për votim përmes postës, të cilat janë edhe duke ardhur aktualisht në qendrën e numërimit dhe rezultateve, dhe prej nga aty do të përgatiten pastaj për t'ju dërguar juve nga kompania e kontraktuar e postës së shpejt, e cila është DHL, dhe planifikohet që deri me datën 15 dhjetor të gjitha procedurat për sa i përket të përgatitjes së zarfeve, fletë votimeve dhe gjitha paketimet e nevojshme dhe dërgimi tyre pra të bëhet me datën 15 dhjetor, në mënyrë që me datën 16, 17 dhe 18 dhjetor ato të arrin tek ju që jetoni në Evropë, dhe gjithashtu deri me datën 19 dhjetor të arrin të gjithë ju tjerët që jetoni jashtë Evropës. Informacioni i radhës që ka të bëj me votimin përmes postës është ajo se si duhet përgatiten zarfet pasi ti pranoni. Ju do të pranoni një zarf i cili është me ngjyrë të verdhë nga DHL dhe brenda tij do ta keni fletë votimin e zbrazët dhe 2 zarfe të zbrazëta, njëri më i madh dhe tjetri më i vogël. Para se të filloni çfarë do procesi të bëni në këtë drejtim, ju lutem siguroni që e keni shtypur apo printuar dëftesën që e keni pranuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pasi që e keni shtypur dëftesën, ju filloni të plotësoni fletë votimet dhe pasi ti plotësoni fletë votimin secili për jush, e palosni fletë votimin dhe e vendosni në zarfin më të vogël që KQZ-a ka dërguar. Dhe e mbyllni dhe nuk shënoni asgjë në atë zarf. Zarfin e vogël bashkë me dëftesën e palosur e fusni në zarfin e madh që KQZ-a e ka sjellur për ju, zarfin e madh të zbrazët. Dhe gjithashtu e mbyllni atë zarf dhe pasi ta mbyllni zarfin e shënoni adresën postare të cilën KQZ-ja e ka hapur në secilin shtet ku organizohet votimi përmes postës. Dhe gjithashtu i shënoni edhe informacionet e juaja për adresën e tuaj. Pasi ta kryeni këtë proces, ju lutem edhe një herë, e merrni zarfin dhe e dërgoni drejt në zyrën postare dhe jo në kutinë postare. Kjo për të siguruar që në zyrën postare e vulosni, pra kur e dërgoni në zyrën postare, siguroni që ta vulosni, sepse kjo e jep mundësinë e vërtetimit të datës se kur ju e keni dërguar, dhe ajo datë duhet të jetë data maksimum 27 dhjetor. Çdo datë pas kësaj date kur shënohet vula në zarf, nënkupton që fletë votimi rrjedhimisht edhe zarfi nuk do të pranohet, pra do të refuzohet. Andaj ju dëshiroj punë të mbarë, ne do të jemi në kontakt dhe komunikim me ju, linjat e komunikimit edhe të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, po edhe numrat tanë dhe format e komunikimit që i kemi janë të hapura për ju. Ju dëshiroj një fundjavë të këndshme dhe një mobilizim gjithashtu të madh për t'informuar të gjithë qytetarët, të gjithë votuesit se si të votojnë dhe që sa më parë sapo të pranojnë zarfin nga posta shpejt, të fillojnë procesin e votimit në mënyrë që t'i arrijnë afatet dhe në mënyrë që ato zarfet tuaja me fletë votimet e tuaja të kthehen në vullnet të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju falenderit.